do të zgjidhim disa detyra lidhur me forcën Arkimedit. Në vijim janë detyrë. Sa është forca Arkimedit e trupit në formë kubike me brinjë A 5 cm, i cili trup është i zhytur në një enë me ujë. Të dhënat e detyrës janë brinja A e barabartë me 5 cm, pra vetëm brinja A është dhënë 5 cm, ndërkaq ne duhet të llogaritëm forcën e Arkimedit. Pra le të supozojmë se ky është trupi me formë kubike dhe me brinjë A 5 cm, i cili është i zhytur në një enë me ujë. Forca e Arkimedit gjendet me formulën D here V here G. Dhe kur ta vërtetojmë këtë formulë, njësia do të na dalë newton. Njësia densitetit është kilogram për metër kub, ndërkaq njësia e vëllimit është metër kub dhe njësia e nxittimit të rëndësisë së tokës është metër fye për sekondë katror. Metër kub me metër kub fjeshtohet, kilogram herë metër për sekondë katror është newton. Prandaj për të llogaritë forcën e Arkimedit na nevojitet dëndësia që për ujë është 1000 kg për metër kub. Na nevojitet vëllimi i kubit me brinjë 5 cm, të cilën tani do ta llogaritëm, dhe nxitimi i rëndësisë së tokës që është 9.81. Atëherë vëllimi i kubit është A here A here A apo A në të tretën. Kemi brinjën A varëzi 5 cm, të cilën mund ta kthejmë në metra dhe ajo është 0.05 metra. Dhe 0.05 metra kur ta ngritëm në fuqinë e tretë, do të fitojmë numrin 0.000.125 metër herë metër herë metër është metër në të tretën apo metër kub. Tani shkruajmë formulën e forcës së Arkimedit, që është dëndësia herë vëllimi herë nxitimi. Dëndësia e ujit është 1000 kg për metër kub. Vëllimi posa llogaritëm është 0.000.125 metra kub, këtë është presja dhetore, herë nxitimi i rëndësisë së tokës është 9.81 metër fye për sekondë katror. Tu mund të thjeshtojmë 3 zero me 3 zero, prandaj fitojmë numrin ne herë 0.125 është 0.125, metër kub me metër kub thjeshtohet edhe mbetet herë 9.81, kilogram herë metër për sekondë katror newton, barazime 1.22 newtona. Pra forca Arkimedit është 1.22 newtona për kubin me brinjë 5 cm, i cili është i vendosur në një enë me ujë. Edhe një detyrë për forcën Arkimedit. Tani teksti i detyrës është: trupi i zhytur në ujë ka peshë 3000 newton dhe vëllimin 115 decimetra kub. Çfarë force duhet të përdorim për të ngritur atë trup? Të dhënat e detyrës janë: pesha e trupit 3000 newton, vëllimi i trupit është 115 decimetra kub, ndërkaq ne duhet të llogaritëm forcën e cila duhet të përdoret për të ngritur këtë trup. Dhe në fillim duhet të llogaritëm sa është forca e Arkimedit. Dhe forca e Arkimedit është
dendësia here vëllimi here nxitimi i rëndësisë së tokës. Dendësia e ujit është 1000 kg per metër kub, ndërkaq vëllimin prej decimetrave kub do ta shndërrojmë në metra kub. Tu kemi 115 here, deci do të thot 10 herë më vogël apo 0.1, por me qenë sa është në kub, atëhere 10 herë 10 herë 10 është 1000 herë më i vogël është decimetri kub se sa metri kub, dhe shkruajmë numrin 1000 herë më të vogël 0.001 metër kub, dhe shumëzojmë numrin 115 me 0.001 metër kub, që është 0.115 metra kub, pra 0.115 metra kub. Tani shkruajmë formulën e forcës së Arkimedit. Dendësia e ujit është 1000 kg per metër kub, here vëllimi është 0.115 metra kub, dhe nxitimi i rëndësisë së tokës është 9.81 metra për sekond në katror. Metër kub me metër kub thjeshtohet, dhe 1000 herë 0.115 është 115, sepse 3 zero do të thjeshtohen, ndërkaq që presja dhetore do të kaloj pas numrit 5, që është 115, here 9.81 është rezultati përfundimtar 1128 newtona. Pra 1128 newtona. Këtë mund ta llogaritni edhe me anë të kalkulatorit. Pesha e trupit ishte 3000 newton, prandaj pesha minus forca e Arkimedit është forca e cila kërkohet nga ne që ta ngritim trupin nga uji. Prandaj forca të cilën ne po kërkojmë është F e barabartë me peshën minus forcën e Arkimedit. Kjo është e barabartë me pesha e trupit është 3000 newton minus forca e Arkimedit na doli se është 1128 newtona, dhe ndryshimi këtyre numrave do të jetë 1872 newton. Pra ne na nevojitet një forcë për 1872 newtonave që të ngritim peshën e trupit prej 3000 newtonave kur ai është i zhytur në ujë. Detyra numerike lidhur me ligjin e Arkimedit. Përcakto forcën e Arkimedit për trupat në formë kubi të zhytur në ujë, të cilët kanë vëllim nga 1000 cm3, që janë nga hekuri, alumini, bakri dhe plumbi. Pra duhet të llogaritëm forcën e Arkimedit për secilin trup veç e veç që kanë formë kubike dhe vëllimi i tyre është 1000 cm3, dhe ata trupa janë nga hekuri, nga alumini, nga bakri dhe nga plumbi. Pra të dhënat janë vëllimi 1000 cm3, ndërkaq duhet të llogaritet forca e Arkimedit. Këtë detyrë po e shoqërojmë me një figurë, ashtu se që thamë se trupat janë me formë kubike dhe kanë vëllimin 1000 cm3, dhe trupat janë nga hekuri, trupi i parë, le të supozojmë pra nga hekuri, të cilin po shkruajmë vetëm simbolin kimik, nga alumini, Al, nga bakri, Cu, dhe nga plumbi, Pb. Ta trupa janë të zhytur në ujë, në një enë me ujë, dhe ne do të përcaktojmë forcën e Arkimedit. Së pari do të përcaktojmë forcën e Arkimedit për hekur.
Siç kemi mësuar, forca Arkimedit paraqet prodhimin në mes të dendësisë së lëngut, në të cilën gjindet trupi, në këtë rast ujit, vëllimin e atij trupi dhe nxitimin e rëndësisë së tokës. Do të vërtetojmë këtë formulë, njësia ndërkombëtare e forcës së Arkimedit është Newtoni, prandaj prodhimi i njësive dendësi, vëllim dhe nxitim duhet të na jep njësi Newton. Njësia ndërkombëtare e dendësisë së lëndës është kilogram për metër kub. Njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub. Dhe njësia ndërkombëtare e nxitimit të rëndësisë së tokës është metër për sekond në katror. Tu lehtësisht shohim se metër kub me metër kub thjeshtohet, ndërkaq kilogram herë metër për sekond katror është Newton. Dhe me njëherë vazhdojmë. Forca Arkimedit e barabartë me dendësia herë vëllimi herë nxitimi rëndësisë së tokës. Dendësia e lëndës thamë është 1000 cm3, të cilat cm3 do t'i kthejmë në m3, nga se njësia ndërkombëtare e vëllimit nuk është cm3, por është m3. Shkruajmë 1000 herë. Centi është 100 herë më i vogël. Numrin 100 herë më të vogël e shkruajmë 0.01 metër dhe kemi centimetrin kub. Krejt kjo shprehje 0.01 metër e zaventson centimetrin dhe centimetri është në kub, atëherë shkruajmë kubin i cili vlen për 0.01 dhe për metër. Barazi 1000 herë. Numri 0.01 metër duhet të shumëzohet me vetvetën 3 herë, pra 0.01 metër herë do të shkruajmë 0.01 metër herë 0.01 metër herë 0.01 metër. Barazi, këtu do të vazhdojmë. Numrin 1000 nuk do ta largojmë, pra duhet patjetër ta bartim, dhe këtu do të shumëzojmë 1 herë 1 herë 1 bëjnë 1. Kemi 2 0, edhe këtu 2 4, edhe këtu 2 6. Pra do të radhisëm 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 shifra maspresi zëtore, edhe këtu 2 maspresi zëtore 4, edhe këtu 2 shifra maspresi vjetore 6. Pra 2, 4, 6. Këtu do të vjen presja dhjetore. Metër herë metër herë metër është metër kub. Tani mund të thjeshtojmë 3 zerët me 3 zero dhe mbetet 1 herë 1, 1 herë 1, 1, pastaj kemi 1 herë 0, 0, 1 herë 0, 0, 1 herë 0, 0, 1, 2, 3 shifra maspresi zëtore, 1, 2, 3 shifra maspresi zëtore, këtu vije presja dhjetore, metër kub. Pra, 1000 cm3 qenë kanë 0.001 metër kub. Atëherë, kthehemi te detyra dhe dendësia e ujit është 1000 kg për metër kub, vëllimi i kubit nga hekuri ishte 0.001 metër kub. Pra shkruajmë 0.001 metër kub herë nxitimi rëndësisë së tokës është 9.81, të cilin mund ta rrumbullaksojmë edhe në 10 metra për sekond në katror. Tani 3 0 me 3 zerot mund të thjeshtohen. Metri kub me metrin kub po ashtu mund të thjeshtohet. Dhe përfundimisht shohim se ka mbet vetëm 10. Prandaj kjo do të jetë e barabartë me 10 kilogram herë metër për sekond në katror është Newton. Kështu që forca Arkimedit është 10 Newtona. Po kjo forcë, tham llogaritëm për hekurin, por forca Arkimedit është e njëjtë edhe për trupin e hekurit, edhe për aluminin, edhe për bakrin, edhe për plumbin, nga se këto kanë vëllime të njëjta, lëngu është i njëjtë në të cilën janë të zhytur, dhe nxitimi rëndësisë së tokës po ashtu është i njëjtë për të 4 trupat, i njëjtë, dendësia është e njëjtë dhe vëllimi po ashtu është i njëjtë. Kështu që këto 3 mallësi fizike përcaktojnë forcën e Arkimedit,
dhe pa marrë parasysh trupi është nga hekuri, nga alumini, nga bakri apo nga plumbi, në këtë rast ka forcën prej 10 newtonave. Edhe një detyrë numerike për ligjin e Arkimedit. Dhe teksti i kësaj detyre është: sa e ka vëllimin trupi i zhytur në ujë, nëse forca e Arkimedit është 10 newtona. Pra kërkohet të gjendet vëllimi i trupit nëse forca e Arkimedit është 10 newtona për një trup i cili është i zhytur në ujë, dhe kemi marrë një figurë për ta kuptuar me lehtë, dhe ky është trupi të cilit do t'ja llogaritim sa e ka vëllimin i cili është i zhytur në ujë, ndërkaq forca e Arkimedit është 10 newtona. Prandaj, nëse nisemi nga formula e forcës së Arkimedit, ku kemi thënë se ajo paraqet prodhimin e dëndësisë së lëndës, vëllimit të trupit që është zhytur në atë lëndë, në këtë rast në ujë, dhe nxitimin e rëndësisë së tokës. Do ta vërtetojmë formulën: njësia e dëndësisë së lëndës është kilogram për metër kub, njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub, derisa njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond në katror. Metër kub me metër kub vjeshtohet, kilogram herë metër për sekond katror është newton. Por ne nisemi nga kjo formulë, ndërkaq duhet të gjejmë formulën e vëllimit. Pra forca e Arkimedit ashtu siç e pam, qenë ka dëndësia herë vëllimi herë nxitimi. Për gjetë formulën e vëllimit, ne na pengon dëndësia dhe nxitimi, prandaj të dyont e barazimit do t'i pjestojmë me dëndësi dhe me nxitim të rëndësisë së tokës. Atëherë dim që pjestimin e zaventson thysa, kështu që forca e Arkimedit hyrë dëndësia herë nxitimi është e barabartë me dëndësia herë vëllimi herë nxitimi hyrë dëndësinë dhe nxitimin. Nxitimi me nxitimin thjeshtohet, dëndësia me dëndësinë thjeshtohet, dhe themi rrjedhse vëllimi është i barabartë me forcën e Arkimedit hyrë dëndësinë herë nxitimin e rëndësisë së tokës. Kjo është formula me të cilën e llogaritim vëllimin kur e dim forcën e Arkimedit, dëndësinë dhe nxitimin e rëndësisë së tokës. Para se ta përdorim formulën e vëllimit, do ta vërtetojmë, pra formula e vëllimit qenë ka forca e Arkimedit hyrë dëndësinë herë nxitimin e rëndësisë së tokës, barazimin e vendosëm në klapa, njësia e forcës së Arkimedit është newtoni, njësia e dëndësisë së lëndës është kilogram hyrë për metër kub, njësia e nxitimit është metër për sekond në katror. Do të vazhdojmë. Newtonin mund ta zbërthejmë në kilogram herë metër hyrë për sekond katror, hyrë ka mbet kilogram hyrë për metër kub që është njësia dëndësisë së lëndës, herë metër për sekond katror njësia ndërkombëtare e nxitimit, dhe tani me kujdes metër për sekond katror me metër për sekond katror thjeshtojmë gjithashtu dhe kilogram me kilogram. Ka mbet krejt mbi këtë thyes, ka mbet një vlerë numerike 1. Nën thyes ka mbet këtu 1 hyrë për metër kub. Dhe kjo thyes e dyfesht, ku këtu kemi një emërues 1, dhe tani shumëzojmë të jashtmet me të jashtme, 1 herë metër kub bajnë metër kub, dhe 1 herë 1 bajnë 1. Metër kub hyrë për 1 bajnë metër kub, që njësia metri kub i përgjigjet njësisë së vëllimit, dhe me këtë vërtetuam se formula është mirë. Dhe tani do të llogaritëm vëllimin. Forca e Arkimedit thamë se është 10 newtona. Pra 10 newtona është forca e Arkimedit, dhe do të shkruajmë edhe një herë formulën.
forca Arkimedit 10 Newtona, nxitimi dhe dendësia janë të njohura, sepse dendësia është për ujë që ajo është 1000 kg për metër kob, ndërkaq nxitimi rëndesës së tokës është 9.81, që për lehtësim matematikor mund ta marrim edhe 10 të rrumbullaksuar, dhe në këtë rast shohim me lehtësi 10 me 10, me njëherë mund ta thjeshtojmë, dhe nalë ka mbet 1. Njësia kilogram herë metër thy për sekond katror mund të zaventohet me Newton. Poshtë mbetet 1000, njësia kilogram thy për metër kob herë metër thy për sekond në katror. 1 thy për 1000 mund të shkruhet si 0.00 tani metër për sekond katror me metër për sekond katror tashme po e dim edhe nga formula që nalt e vërtetuam, mund të thjeshtohen, gjithashtu kilogram me kilogram thjeshtohen, dhe metri kub pam se si del prej emrusit në numrus, dhe kemi 0.001 metër kub, ose krejt ky është 1 decimetër kub, sepse decimetri kub është 1000 herë më i vogël se metri kub. Pra vëllimi i atij trupi i cili gjendet i zhytur në ujë qenë ka 1 decimetër kub. Prandaj mund të shkruajmë se vëllimi qenë ka 1 decimetër kub, në qoftë se forca Arkimedit është 10 Newtona dhe ai trup supozuam se është i zhytur në ujë. Llogaret shtypjen hidrostatike në thellësinë e ujit prej 12 metrave. Pra, supozojmë se kemi një sasi uji që ka një thellësi, dhe ajo thellësi e ujit që dëshirojmë të gjejmë shtypjen hidrostatike është 12 metra. Dhe uji mund të ketë thellësi edhe më të madhe se 12 metra, por nga ne kërkohet të gjejmë se sa është ajo shtypje hidrostatike në thellësinë prej 12 metrave. Për të dhëna në këtë detyrë kemi përmend se thellësia është 12 metra, të cilën thellësi mund ta shkruajmë edhe si h, megjithse kjo është lartësia, por meqense për thellësi nuk kemi simbol të veçantë, do të marrim si h thellësinë që është 12 metra. Tjetër, kemi përmend se lëngu është ujë, prandaj dendësia e ujit është rho barabartë me 1000 kg për metër kub. Kjo është dendësia e ujit që mirret, dhe mendohet se për këtë dendësi është fjala për temperaturë në 4 gradë Celsius. Dhe po ashtu, për nxitim të rëndesës së tokës, mund të marrim vlerën 10 metra për sekond katror. Megjithse, vlera prej 10 metra për sekond katror është e përafërt, sepse në përgjithësi nxitimi varësisht se në cilën si gjeografike gjendemi, ajo ka vlerat 9.81, 9.83 apo 9.78. Dhe këtë vlerë përrumbullaksojmë në 10. Dhe ne do të llogaritëm shtypjen hidrostatike, e cila shënohet me shkronjën P. Siç e dim, shtypja hidrostatike për njësi ndërkombëtare ka paskalin, ndërkaq formula me të cilën llogaritëm shtypjen hidrostatike është e barabartë me dendësinë e lëndës herë nxitimin e rëndesës së tokës herë lartësinë. Do të vërtetojmë këtë formulë. Shtypja për njësi ndërkombëtare e ka paskalin, shumëzimi njësive të densitetit, nxitimit të rëndesës së tokës dhe lartësisë do të jap njësin paskal.
Dëndësia e lëndës ka njësinë kilogram për metër kub, herë njësia nxitimit është metër për sekond në katror dhe njësia e lartësisë është metri. Këtu do të kemi kujdes me thjeshtësimin matematik, ku mund të thjeshtojmë metrin me kubin. Në atë rast, mund të themi se kilogram herë metër për sekond në katror është newton. Ndërkaq, këtu poshtë ka mbet metër në të dytën apo metër në katror, me qenë se është thjeshtësu metri me kubin, dhe newton për metër katror është paskali. Ashtu edhe doli se njësia ndërkombëtare e shtypjes është paskal dhe formula është mirë. Me qenë se formula është mirë, ne tani do të zëvendësojmë të dhënat dhe njëherë do të shkruajmë formulën P barabartë me rho herë G herë H dhe pas zëvendësimeve do të kemi dëndësia e ujit 1000 kg për metër kub, herë nxitimi rëndesës së tokës, tham e rrumbullaksojmë në 10 metra për sekond në katror dhe thellësia e ujit tham është 12 metra. Pasi të shumëzojmë, 12 herë 10 është 120 dhe 3 zero të numrit 1000 i shtojmë, pra 120 edhe 3 zero 120.000 e kilogram herë metër për sekond katror ashtu si që pam është newton, ndërkaq metri me kub thjeshtohet dhe mbetet newton për metër katror, që është 120.000 paskal, shtypja hidrostatike, apo mund të shkruajmë si shumëfish në vend të këtyre 3 zerove të misheve mund të shkruajmë kilo dhe kemi 120 kilo paskal. Dhe themi se shtypja hidrostatike në thellësinë prej 12 metrave është 120 kilopaskal apo 120.000 paskal. Llogarit shtypjen hidrostatike në thellësinë e ujit prej 8 metrave. Thellësinë prej 8 metrave do ta shkruajmë si H barabartë me 8 metra. Ne e dim që me H shkruajmë lartësinë, por edhe thellësinë do ta shënojmë simbolikisht me H. Pastaj cekom se do të llogaritëm shtypjen hidrostatike të ujit, e uji ka dëndësinë 1000 kg për metër kub. Ndërkaq, për nxitim të rëndesës së tokës po marrëm vlerën 10 metra për sekond katror. Vlera prej 10 metrave për sekond katror është e rrumbullaksuar në këtë dhjetëshe. Ndërkaq, kërkohet shtypja hidrostatike e ujit në thellësinë prej 8 metrave. Të dhënat janë të gjitha në njësi ndërkombëtare, prandaj ne vetëm do të gjejmë formulën me të cilën e llogaritën shtypjen hidrostatike. E ajo është P e barabartë me rho herë G herë H, që do të thotë se shumëzimi i njësive të densisë nxitimit të rëndesës së tokës dhe lartësisë do të jap njësinë e shtypjes që është paskal. Njësia në fund do të del paskali sepse është njësi ndërkombëtare e shtypjes, e formula në këtë rast është e shtypjes. Njësia ndërkombëtare e dëndësisë së lëndës është kilogram për metër kub. Herë, njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond në katror, ndërsa njësia ndërkombëtare e lartësisë është metri. Metri me kub mund të thjeshtohet, ndërkaq kilogram herë metër për sekond në katror mund të shkruajmë mbi thyes, pra kilogram herë
metër thyë për sekond në katror, thyë për metër në katror. E kilogram herë metër për sekond katror është newton, thyë për metër katror, newton për metër katror është paskal. Me qenë se formula është mirë, atëherë këtë formulë do ta përdorim. Shtypja barabart me densin herë nxitimin herë lartësin dhe do të zëvendësojmë. Dendësia e lëndës thamë është 1000 kg për metër kub, herë nxitimi morëm vlerën 10 metra për sekond në katror, ndërkaq thellësinë e ujit thamë është 8 metra. Tani do të shumëzojmë 1000 herë 10, që mund të shkruajmë 10.000, herë 8, ndërkaq metri me kub mund thjeshtohet dhe kemi kilogram herë metër për sekond katror në numërues, ndërkaq në emërues kemi metër katror. 10.000 herë 8 është 80.000, kilogram herë metër për sekond katror është newton, newton thyë për metër katror është paskal, që do të thotë se shtypja prej 80.000 paskalave mund të shkruhet edhe 80 kilo paskala,